Bomb nga Alaudini. Big Brother VIP Kosova ka tërqel si parin këtë nëntor? Moderatori i njohur Alaudin Hamiti ka reaguar për herë të parë lidhur me datën e nisjes së sezonit të 4 të Big Brother VIP, pas dhjetëra pyetjeve që ka marrë nga ndjekësit e tij në rrjetet sociale. Në një postim në Instastory, Hamiti ndau një foto të thjeshtë, por nuk shpëtoi pa pyetjen e famshme që i bëhet çdo vit. Kur fillon Big Brother? I bombarduar nga pyetjet, ai vendosi të përgjigjej publikisht, duke sqaruar se asnjë datë që po qarkullon në rrjet nuk është ende zyrtare. DTH nuk ka mbet njeri me postu një story për çka do pa u bë pyetja për Big Brother. Çka t'ju them mo, përveç që së shpejti. Edhe asnjë datë që është duke u publiku nuk është zyrtare. Çka nuk vjen nga vetë faqja e Big Brotherit ose nga Klan Kosova, nuk bën të merret parasysh. Por Big Brother, së shpejti, është shprehur Hamiti. Sipas spekulimeve të fundit, sezoni i 4 i formatit pritet të nisë gjatë muajit nëntor, edhe pse data e saktë ende nuk është bërë publike. Historikisht, sezoni i 2 dhe i 3 kanë nisur në javën e 3 të tetorit, ndërsa sezoni i parë pati premierën më 5 dhjetor 2022. Nëse zërat konfirmohen, ky do të jetë herën e parë që Big Brother VIP Kosova do të qelë si pari në nëntor, duke zgjatur programin deri në prag të pranverës.